Dje Kosova u trondit nga raportimet për një planifikim të një atentati ndaj kryeministit Albin Kurti. Kurti u kërcënua me vrasje, për këtë arsye u vendosën dhe masa të rrepta sigurie gjatë qëndrimit të tij në Shkup. Aktivisti i shoqërisë civile Ron Gjinovci ka thënë se përkraja për kryeministin e Kosovës Albin Kurti ka shkuar në 70%. Ky deklarim i tij vjen pas planeve për atentat të Kurtit, i cili ishte dje për vizitë në Shkup për cilët bota sot. Burimet besueshme nga institucionet sigurisë në Kosovë thanë për televizionin publik se me të marrë informacione institucionet sigurisë Kosovës i kanë njoftuar institucionet relevante në Shkup. Menjëherë janë bërë grupe të përpashtatpune të cilët kanë qenë dislokuar në gjithë Shkupin dhe veçmas në perimetrin e lokacionit ku ka qëndruar Kurti. Teksa burime, madje u bë ditur se arsyeja pse u zgjodh Shkupi si vend për realizimin e atentatit. Plani serb është zgjedhur që të realizohet në Shkup për shkak të pranisë shqiptare, ku më pas do të mund të interpretojë si qërim mesapes mes shqiptarëve, bën të ditur burimi. E për këtë u deklaruar edhe kryeministi Albin Kurti, kur tha se këto kërcënime vijnë nga Beogradi zyrtar. Ka mësuar se ka shumë kërcënime nga individë dhe struktura që kanë rrënjët e tyre në Beogradin zyrtar. Mirë po, unë sa po erdha nga Shkupi nuk jam ndjerë i rrezikuar, veç se kam parë shumë forca policore që u kujdesen për mbledhje në Shkup, u shpreh ai. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Porparin Kurreziu, deklaroi dje se në kërcënimet ndaj Kurtit lidhen me Beogradin. Kryeministi Kurti ka qëndruar në Shkup pas qëndrimit dhe kthimit nga Shtetet e Bashkuara. Mbrëm të shtunën pra pati një darkë me përfaqësues partive si motor Partia Socialiste Evropiane, PSE, pastaj në mëngjes ishte i pranishëm në takimin rajonal pikërisht me udhëheqës partive si motra Partive Socialiste Evropiane organizuar nga Fondacioni Friedrich Ebert Stiftung. Jemi të informuar se ka shumë kërcënim nga individë dhe struktura që kanë lidhje me Beogradin zyrtar, tha ai. Më tutje, Kurreziu shtoi se nervoza në Beograd pas mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të OKB-s i ka shtuar kërcënimet edhe për agresivitetin e tyre ndaj kryeministit.